Ndarja e Ledri Vulës dhe Sara Hoxhës vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes publike dhe mediatike. Por së fundmi, mbi këtë temë ka reaguar dhe nëna e reperit, Gjeraldina Vula, në një intervistë ekskluzive. E njohur për qëndrimet e saj të drejtë për drejta, Gjeraldina ka pranuar se lajmi për ndarjen i ka tronditur të gjithë si familje. Asnjë prind nuk gëzohet kur fëmia e tij ndahet, sidomos kur bëhet fjalë për një çift që ka qenë aq i mirë së bashku. Unë ndjem shumë keq, ishte shumë befasuese për ne, deklaroi ajo. Megjithatë, ajo nënvizoi se vendimet për marrëdhëniet e tyre u përkasin të rinjve. Nuk kemi pasur qej fare, por të rinjt nuk na pyesin, ata bëjnë zgjedhjet e tyre. Pavarësisht ndarjes, Gjeraldina theksoi se marrëdhënia e saj me Sarën nuk ka ndryshuar as pak. Unë me Sarën vazhdoj të kem të njëjtën marrëdhënie. Nuk ka asnjë antagonizëm mes nesh. Ajo vazhdon të kujdeset për vajzën, e sjell te gjyqja, vjen dhe na viziton. Gjërat janë shumë korrekte mes nesh, zbulon të tjera Gjeraldina Vula. Nga ana tjetër na duhet të kujtojmë se Ledri Vula u përfol për një lidhje me Xhensila Mirxhezajin, por me sa duket kanë qenë thjesht në kuadër të thashë themeve. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.